Kryetari i PD, Saulon Kalaja, ka paralajmëruar një natë të vështirë për banorët e Krujës, por më shumë për ato të lagjes Boj. Kalaja është shprehur se helikopterët që janë të angazhuar në shuarjen e zjarreve janë larguar, pasi nuk punojnë dot natën. Ky është momenti, është ora diku te 20:00 dhe në këto momente e mbrapa, pra pasi ky ujë të hidhet tani në Kruj, në lagjen Boje, pra tek pyjet që rrethojnë lagjen Boje, ata do largohen drejt Tiranës për të kthyer në orën 6 mëngjesit. Pra, janë orë të cilat nga ora 8 e darkës deri në orën 6 mëngjesit nuk do kemi më helikoptera në qarkullim në qytetin e Krujës, në lagjen Boje, në një nga zonat më problematike, pra fshati Fushmave dhe lagja Boje. Pra shikojmë, këto janë momentet ku helikopteri do hedh ujin tek kjo zonë dhe do largohet drejt Tiranës. Pra ky është momenti i fundit i këtij helikopteri për natën e sotme. Ky moment të tutje do ke situata do jetë në dorë të zjarrfikseve nga toka, gjithmonë nga toka. Kemi parasysh që është një terren totalisht i vështirë, nuk ka rrugë, janë për makinat e ushtrisë, nuk e di sa të mundur do e kenë zjarrfikset për me intervenu dhe me ndërhy brenda në lagje. Problemi më i madh është lagja Boje me banesat dhe qytetarët që janë aty dhe fshati Fushmave. Më herët Kalaja njoftoi se nga zjarri është djegur dhe një pjesë e lapidarit të Zidollit që dëshmon luftën mes Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe turqve. Kalaja ka bërë thirrje për vëmendje maksimale duke e cilësuar situatën veçanërisht problematike.